Ka kohë që në Vlorë nuk ndihet as zëri dhe as hapi artistit të madh Albert Veria, por një prej njerëzve ardashës të këtij qyteti e ka gdhendur në një murale. Presidenti një prej qendrave më të mëdha tregtare në Vlorë, Gama Store, Genci Gusha, e ka përjetuar duke bërë të pavdekshëm vlonjatin e madh të kinematografisë shqiptare në një faqe të dukshme të një prej objekteve kryesore të qytetit, me një pamje e cila perceptohet nga të gjithë. Vlerësime kanë qytetarët për artistin e popullit dhe cilësojnë atë një njeri të jashtëzakonshëm. Ishte një aktor që megjithse sot nuk ron, por ishte i pavdekshëm. Edhe rrallë dhe janë të paharrueshëm këta aktorë, siç është Alberti, siç është dikush tjetër që ka qenë aktor këtu në Vlorë dhe sot nuk jeton më. Ti ka marrë këtë vini gjithmonë? Po, unë jam një klient edhe sidomos te kjo ushqimorja kështu, më pëlqen, janë të sjellshëm edhe të respektueshëm për moshën tonë. E njihni Albert Veria? Jo. Kush Albert Veria? Unë nuk i njoh shumë në këto. Kush është? Albert Veria. Kush? Albert Veria. E si e njihni ju si një artist? Super artist, artist. Super artist është. Keni nostalgji për? Shumë fare, e kem ndjekur edhe në teatre. Jo. Imazhin aty që është e murali aty lart. Kush është? Çfarë ju kujton? Ky aktori, Kush? Albert? Albert Veria. Si e mbani mend Albert Verin? Aktori mirë. E keni nostalgji apo jo? Po. Ka luajtur në shumë role. Po, ka luajtur. Çfarë roli mbani mend? Po këtë kapetani, më kryesori. Edhe të tjerë, shumë aktori mirë. Jo, nuk njoh asnjë. Personazhin që është tek ajo muralja? Kush është? Ai që topi te Gryka Selamusaj. Po, si se njohim. Po çfarë për jemin e popës? Nga Vlora. Personazhin që është aty lart? Si se njoh. Kush është aty lart? Më falni se Ka problem. unë tash e kam ardhur në Vlorë, unë kam qenë në Kavaj. Po gjithsesi e njeh kush është? Jo, për kokën tënde nuk e njoh. Nuk e njoh. S'të kujton asnjë gjë? Po nuk e njoh se çfarë është ai atje. Jo lart, jo atje tek. Këtu. Po ky mund të jetë Ismail Qemali, mor. Kush? Ismail Qemali. Apo jo? Jo, nuk është Ismaili. E keni dëgjuar kapetanin? Pika i rap, po vlonjatësh ai. Vlonjatë. Albert Veria ishte një artist me ndikim të fuqishëm në jetën publike të Vlorës dhe më gjerë me aktivitetin e tij, ndërsa solli një galeri të bollshme me role dhe karakteristika spikatës edhe atipike, si në lartësinë e talentit të vet, duke shënjuar kështu emrin e tij në gërma të harta. Xhasulua te Kapedani është karakteri më potencial në kinematografinë shqiptare. Presidenti Gama Store, Genci Gusha, si njeri ardashës, thekson se nuk duhet të harojmë njerëzit me kontribute që na kanë bërë të qeshim në momentet tona më të vështira. Artisti Veria ishte armik i kaosit dhe i së paplotës në lojën dhe rolin e vet aktoresk apo kinematografik. Ka shumë talente në çdo lloj fushë, por më i spikatori për mendimin tim ka qenë artisti i madh Albert Veria, me të cilin jemi rritur dhe kemi qeshur dhe kemi gëzuar në momentet më të vështira të jetës tonë. Jam një dashamirës i kulturës vlonjate dhe jam një vlerësues i gjithë kontributeve që kanë dhënë njerëz të shquar për Vlorën. Mundësia ime ishte për ta bërë këtë vepër dhe këtë figurë të paharrueshme për popullin e Vlorës, por për ironi të fatit, disa persona edhe nuk e njohin, e ngatrojnë me shumë personazhe të tjerë dhe kjo më bën që të konsideroj faktin që koha ecën, zhvillohet, por gjithmonë asnjë nuk duhet të harrojmë kontributet që kanë dhënë njerëzit për këtë qytet. Ka kaluar vetveten sepse ka qenë vetëm 33 vjeç kur e ka bërë këtë rol dhe të jep përshtypjen sikur ka qenë një moshë të avancuar.
Megjithatë këto janë meritat vetëm të këtij personi të cilin unë kam pas nderin ta njoh dhe nga afër dhe kam pasur një respekt jashtëzakonshëm për energjinë që ky ka përcjell për këtë lloj qyteti, për këtë qytet. Pavarësisht vështirësive të kohës që po kalon sot biznesi, Gusha i fton edhe kolegët e tjerë që të lënë një gjurmë për qytetin me të tilla iniciativa. Po, besoj se po. Sipas mundësive, pavarësisht nga vështirësitë që po kalojnë biznesi në këtë kohë, që të lësh diçka të bukur për qytetin është gjithmonë një detyrim i çdo biznesmeni, përveç përfitimeve që ata ose që ne krijojmë për veten tonë, të japim diçka për komunitetin. Gama Store është bërë gati për festat e fundvitit. Ne besojmë se çdo shtëpi meriton të marrë pak magji gjatë festave. Këtë fundvit, Gama është ndruar në një botë të vogël të mrekullive, ku do të gjeni çdo gjë që ju nevojitet për të krijuar atmosferën tuaj të nderuar. Zbukurime të rafinuara për ambientet familjare, detaje elegante për pemën e Krishtlindjes dhe një gamë të pasur aksesorësh që e kthejnë çdo tryez festash në një moment të parrueshëm. Atëherë, Gama Store ka hapur koleksionin e ri festiv. Në dyqanin ton në Vlorë dhe në Tiranë dominojnë të gjitha ngjyrat, duke filluar nga jeshilja, e kuqja, e verdha, por trendet e këtij viti janë e bardha kombinuar me roz, me bronz dhe silver. Gama Store ka menduar si për familjet ashtu edhe për bizneset, për të shndruar sa më magjike festat e fundvitit. Te Gama Store do të gjeni çdo aksesor të mundshëm për të zbukuruar ambientet tuaja familjare dhe bizneset tuaja për këto festat e magjishme të fundvitit. Çdo produkt është zgjedhur me kujdes për t'ju sjellë ngrohtësi, bukuri dhe frymëzim për darkat magjike të Krishtlindjes dhe ndrimit të viteve. Te Gama Store do të gjeni çdo asortiment që ju nevojitet për të shtruar në mënyrë magjike natën e Krishtlindjeve dhe vitit të ri tryezat tuaja. Gama Store, ju mirëpresim të na vizitoni dhe të sillni pak shkëlqim të ri në shtëpinë tuaj këtë sezon festash.